Shëndetje, mirë se vini në këtë event që kemi menduar të organizojmë. Në këtë event do flasim rreth një teknologjie që VMware ka vite që investon mbi të, që është Horizon VDI, dhe do të shpjegojmë disa komponentë kryesorë se si domethënë mund ta ndërtojmë këtë infrastrukturë dhe çfarë benefitesh ka për ne si IT dhe për kompaninë tonë ndërtimi një infrastrukture të tillë. Në këtë webinar do të jemi dy inxhinierë që do flasim. Emri im është Adrian Bahja, unë jam pjesë e Telelink Business Services në pozicionin e Hybrid Cloud Technology Expert. Bashkë me mua do jetë edhe Mikhail Minarik, I cili është inxhinier në VMware dhe punon në departamentin e Digital Workspace. Hey Mikhail, please can you introduce yourself and let us know what do you do in your daily tasks? Yeah, sure, absolutely. So my name is Mikhail Minarik. As Adrian mentioned, I'm working as a solution engineer in VMware, and I purely focus on our digital workspace solution. This means that I'm technically responsible for everything that VMware does, mostly outside of the data center. So stuff like our Workspace ONE platform, which contains device management, virtual desktops, and also the identity and access controls. And I'm technically responsible for all of this, so I can answer technical questions. I'm not sales, so I don't do pricing and this kind of stuff. I'm based in Prague, in Czech Republic, but I cover the whole Eastern European region, so as well your country, and that's why you have me on this webinar. So we prepared this together with our partner, with Telelink. So I hope you will enjoy this great content. Obviously, I cannot speak Albanian, so I will be here at the background waiting for your questions, and I will help Adrian as he delivers the workshop. I will try to answer your questions, so please feel free to use the Q&A panel. I will be monitoring it, and if you don't feel comfortable asking in English, ask in your language and Adrian will translate it to me. Thank you very much, Mikhail. Okay, po vazhdojmë me ato çfarë kemi përgatitur. Paka shumë kjo do jetë agenda që unë kam menduar të t'i përmbahem. Në fillim do të shpjegojmë në princip çfarë është një virtual desktop, për çfarë na duhet një teknologji e tillë, çfarë janë komponentët bazë, si mund ta përforcojmë sigurinë që ne të mos kemi probleme me aksesimin e një desktopi të tillë, çfarë mund të përdorim ne që ky virtual desktop të ketë një fuqi procesuese të madhe dhe të përdoret dhe për suportimin e aplikacioneve, për shembull inxhinierike, për zyrat e dizenjimit, për architektët, cilët përdorin programe shumë të mëdhenj dhe kërkojnë një fuqi procesuese të desktopit të madhe. Në fund do të bëj edhe një demo se si domethënë mund të aksesohet një infrastrukturë e tillë. Dhe aty domethënë mund ta kuptojmë më së miri domethënë dhe ta kemi më të qartë domethënë se si ndërtohet dhe si çdo komponent domethënë lidhet dhe si është nga ana e përdoruesit domethënë se si shfaqet, si çfarë ndërfaqe domethënë sheh përdoruesi. Pse domethënë ndërtimi një infrastrukture të tillë? Ne jemi mësuar me një metodë tradicionale të desktopit, ku secili përdorues ka një desktop fizik dhe çdo gjë, duke filluar me aplikacionet, me të dhënat, ruhet dhe ranohet lokalisht në këtë desktop. Që do të thotë që në qoftë se një përdorues ka probleme me këtë desktop, po marrim rastin sikur një hard disk I tij digjet, korruptohen të dhënat. Po marrim një rast në qoftë se ky kompjuter tani fizik humbet. Duke mos e pasur më këtë kompjuter fizik dhe të dhënat janë tani
vulnerable dhe mund të aksesohen nga çdo person të cili mund të ketë akses në këtë kompjuter. Virtual desktop do të thotë tani të kesh ngritur një infrastrukturë qendrore dhe mbi këtë infrastrukturë qendrore e përbërë nga servera storage, të cilat do jenë në data centrin e çdo kompanie, ti të ngrish makina virtuale, të cilat do të jenë të aksesueshme dhe do t'i vendosen çdo përdoruesi që gjendet në kompani. E mira e kësaj teknologjie është sepse këto makina virtuale tani mund të aksesohen nga çfarëdo lloj pajisje fundore. Ti mund t'i aksesosh nga një thin client, mund t'i aksesosh nga një tablet, mund t'i aksesosh nga telefoni yt mobile dhe të shfaqet e njëjta ndërfaqe, të shfaqet e njëjti desktop, të njëjtat të dhëna, të njëjtat aplikacione dhe ti nga çfarëdo lloj pajisje fundore që akseson desktopin tonë virtual, tani ke të njëjtën ke të njëjtën fuqi procesuese dhe të njëjtën user experience. Për të ngritur një infrastrukturë të tillë dhe për të bërë një lidhje midis userit dhe makinës virtuale, që ne e quajmë virtual desktop, është e domosdoshme që ne të ngrejmë një connection broker. Connection brokeri është ai komponent i cili do të bëjë lidhjen e çdo përdoruesi me serverin ku është i ranuar makina virtuale virtual desktop. Infrastrukturat VDI janë të dy tipeve. Tipi i parë është persistent, që do të thotë që secili user ka një desktop të tij dhe mbi këtë desktop virtual ka të ranuar aplikacionet të cilat kanë të nevojshme për punën e tij të përditshme, ruan të dhënat e tij personale dhe çdo gjë e ka të aksesueshme në këtë desktop. Edhe në momentet që ky desktop restartohet ose në momentet që ne bëjmë push update-et në këtë desktop, çdo gjë është e ruajtur dhe asgjë nuk humbet, pra është persistent. Dhe kemi edhe tipin e dytë të desktopëve, të cilët janë jo persistent. Këto desktop në momentin që restartohen ose në momentin që bëhen push update-et e reja, në këto desktop çdo gjë kthehet siç ishte në fillim, pra bëhet një reset i desktopit. Kjo lloj teknike dhe ky lloj tipi i desktopit jo persistent është shumë i përdorur në infrastruktura dhe në kompani të tilla si call center, nëpër kioska, ku të gjithë punojësit, domethënë, duhet të kenë të njëjtat programe, të njëjtat dhëna, pra nuk ka nevojë të ruhet diçka në desktop dhe se ata kanë një program bazë të cilin e përdorin vazhdimisht dhe thjesht duan të aksesojnë atë dhe asgjë më tepër. Po çfarë janë benefitet e të pasur një infrastrukture të desktopit virtual? E para, që është shumë e rëndësishme, është të kesh remote access. Të pasurit remote access do të thotë që tani më duke qenë që ti ke një makinë virtuale të ranuar në infrastrukturën tënde fizike, ti mund të aksesosh këtë makinë nga çfarëdo lloj locationi dhe çfarëdo lloj pajisje fundore. Pra ti mund përdorësh tani një tablet, mund përdorësh një smartphone dhe të kesh të njëjtat të dhëna, të kesh të njëjtat akses në fajlet e tuaja, dhe të kesh të njëjtat aplikacione dhe këtë ta bësh nga çfarëdo lloj vendi. E dyta është kursimi në kosto. Çfarë do thotë? Vërtet në fillimet e implementimit të një teknologjie të tillë ka një investim fillestar, por tani më çdo përdorues duke përdorur një pajisje me parametra më të vogla, duke përdorur një pajisje si për shembull një tablet ose një smartphone, pra nuk është nevoja të bëhet një investim për të pasur një desktop të shtrenjtë, një desktop të cili duhet të ketë një pajisje, duhet të ketë parametra të mira, duhet të ketë komponent shumë të mirë, të cilët kushtojnë. Pra tani me pajisje të thjeshta ti mund të kesh një desktop që ka një fuqi procesuese të madhe, sepse çdo gjë tani ranohet në serverat që ne kemi ngritur infrastrukturën e VDI-s. E treta, një benefit i tretë është siguria. Çfarë do të thotë? Siguria këtu ka idenë e të pasurit siguritë të dhënat. Pra tani duke mos pasur të dhëna të ruajtura lokalisht në pajisje fundore, në të cilat ti përdor për të bërë punën e përditshme, duke mos pasur të dhëna në këto pajisje dhe duke i pasur të gjitha të dhënat në servera dhe storage,
tani nuk ekziston më frika që ti mund të kesh rrjedhje të dhënash, humbje të dhënave, korruptim të dhënave nëse korruptohet desktopi jot, që ka qenë mënyra e vjetër tradicionale e desktopëve. Edhe në momentin që humbet laptopi apo desktopi, të dhënat tashmë janë të ruajtura në data centerin ku ne kemi implementuar infrastrukturën e desktopit virtual. Pra asgjë nuk ruhet lokalisht. E katra dhe shumë e rëndësishme për ne inxhinierët e IT-s është të pasur një menaxhim qendror. Që do thotë tashmë në anë të një platforme qendrore ti mund të menaxhosh të gjithë userat, mund të menaxhosh të gjithë desktopet virtual, mund të bësh patchet dhe updatet në mënyrë shumë të thjeshtë duke bërë update një master image. Tashmë ti mund të bësh konfigurimin si të duash të secilit desktop duke bërë shtimin e resurseve si CPU, RAM apo hard disk vetëm me një klik në mënyrë shumë të thjeshtë. Tashmë ti mund të shohësh proceset që ranon në secilin desktop, mund të shohësh performancën e secilit desktop, mund të bësh restartimet, mund të bësh fikje ndezin e secilit desktop remote nga një platformë vetme. Për të ndërtuar një arkitekturë të tillë, na duhen disa komponentë. E para na duhen disa servera në të cilët do ngrihet kjo infrastrukturë. Dhe këto servera do të virtualizohen me VMware, me SAX dhe mbi këto do ngrihen komponentë të Horizon 7. Pastaj, në qoftë se ne duam që të shtojmë infrastrukturës tonë edhe një fuqi procesuese të mirë me karta grafike të mira, Nvidia dhe VMware kanë vite që bashkëpunojnë në këtë fushë dhe kanë mundësuar që tani ne mund të krijojmë edhe desktop virtual, të cilët mund të kenë fuqi procesimi shumë të madhe, sikur një workstation fizik. Duke përdorur tani kartat Nvidia dhe duke bërë share ose me dedikim direkt, domethënë, të kartës Nvidia në makinat virtuale. Dhe së fundmi na duhet një pajisje fundore, e cila mund të jetë një thin client, nëse ne do të ngrejmë këtë infrastrukturë në kompaninë tonë, mund të jetë një tablet, nëse ne duam të aksesojmë në lëvizje, nëse mund të jetë një smartphone dhe ne mund të aksesojmë në të gjitha llojet e pajisjeve fundore. Për të ndërtuar këtë infrastrukturë, siç e tham, është rëndësishme domethënë të përdorim Horizonin. Horizoni është teknologjia të cilën VMware e ka avancuar vit pas viti dhe sa vjen edhe bëhet edhe më e fuqishme në treg dhe tashmë ofron pothuajse të gjithë komponentët e duhur për të ngritur një infrastrukturë të desktopit virtual. Ka dy mënyra të cilën ne mund të përdorim për të aksesuar dhe për të ngritur këtë infrastrukturë. E para është nëse ne duam ta kemi për përdorimet tona interne. Pra duam që stafi jon tashmë të kapë secili të kapë desktopin e tij virtual për përdorime të brendshme pa akses të jashtëm. Dhe për këtë na duhet një Horizon Connection Server, i cili, siç e përmenda edhe më parë, do jetë brokeri, do jetë software gateway, i cili do bëjë të mundur lidhjen e përdoruesit, pra Horizon clientit, me makinën e tij virtuale, në cilën tashmë gjendet një Horizon agent, i cili bën të mundur komunikimin e clientit me connection serverin. Për aksesimin nga jashtë, për aksesimin në internet të infrastrukturës tonë virtuale, neve na duhet një Unified Access Gateway. Është ky komponent i cili bën të mundur rutimin e trafikut nga IP-a publike, të cilin ne i vendosim në rrjetin tonë të brendshëm. Mënyra më e mirë e konfigurimit të këtij komponenti është konfigurimi me 3 karta rrjeti, që do thotë një kartë do jetë e konfiguruar në DMZ, e cila do merret vetëm me aksesimin nga jashtë të infrastrukturës VDI. Një kartë do jetë e konfiguruar për internal, e cila do bëjë të mundur aksesimin e të gjithë infrastrukturës që ndodhet në rrjetin tonë të brendshëm, dhe karta e tretë do jetë për menaxhimin e Unified Access Gateway. Ky komponent është shumë i rëndësishëm, sepse i gjithë trafiku rutohet nga ky komponent.
pra për të aksesuar tashmë desktop pools dhe makinat tona virtuale, është ky komponent I cili merr thirrje nga Horizon Client dhe këtë thirrje e përkthen dhe e çon tek Horizon Connection Server I cili bën të mundur alokimin e desktopit virtual për secilin user. Një komponent shumë I rëndësishëm I Horizon VDI është Blast Extreme. Blast Extreme është një protokoll I cilin VMware e ka dizenjuar dhe është ky protokoll I cili bën kompresim dhe kodim dhe dekodim të trafikut që ndodh midis Horizon Client edhe komunikimit me Horizon Connection Server. Ky protokoll funksionon dhe suporton të dyja protokollet transportit edhe TCP edhe UDP dhe ka një teknik shumë të rrezikshme që bën switchimin e kodimit automatikisht dhe kjo bëhet duke parë kontentin, domethënë dhe duke koduar dhe dekoduar kontentin e cili I shfaqet domethënë përdoruesit. Në momentin që ajo është video, atëherë Blast Extreme përdor H264 si kodim dhe kompresim, duke bërë të mundur kështu të ulet procesimi I CPU-s dhe duke zgjatur baterinë e pajisjes mobile të cilën domethënë po përdoret Horizon Client-i. Workspace ONE Access është një komponent të cilin më së shumti unë doja që ta tregoja në këtë event, sepse për ta bërë të mundur që infrastruktura e desktopit virtual të jetë e sigurt dhe ne të kemi mundësi të krijojmë politika dhe rregulla se si mund të aksesojë secili user dhe çfarë mënyre autentifikimi të përdor për të kapur desktopin e tij virtual, është shumë e rëndësishme që mbi këtë të ngrehet një layer tjetër që do ta mundsoj këtë siguri. Dhe kjo layer tjetër bëhet me anë të këtij komponenti dhe kësaj teknologjie që VMware na ka mundsuar, që është Workspace ONE Access. Workspace ONE Access është një komponent I cili vendoset në DMZ dhe ky komponent bën të mundur që nga jashtë userat të kenë mundësi që të bëjnë autentifikimin duke përdorur two-way authentication, duke përdorur një metodë tjetër autentifikimi përveç se username dhe password. Dhe është ky komponent I cili bën të mundur që ne të lejojmë dhe të krijojmë politika të ndryshme për secilin user ose për secilin grup që të ketë një mënyrë që secili të ketë një mënyrë të ndryshme për të aksesuar desktopin e tij. Për shembull, për userat që janë të brendshëm, ne mund të bëjmë që të bëhet direkt aksesimi me username password, për userat që janë të jashtëm, ne mund të bëjmë që këto userat tashmë të përdoren në një mënyrë tjetër aksesimi. Unë do ta shpjegoj edhe pak më poshtë. VMware gjithashtu ka krijuar edhe një teknologji tjetër që quhet VMware Verify, e cila përdoret si security token kur ne duam të bëjmë two-way authentication për infrastrukturën tonë të VDI. Se si lidhet Horizon dhe Workspace ONE, do të shpjegoj pak a shumë, domethënë, duke u referuar të figurave. Useri nga ana e tij, me anë të Horizon Client-it akseson Unified Access Gateway, që ne thamë është komponenti I cili do bëjë rutimin e trafikut dhe do aksesohet nga jashtë. Është Unified Access Gateway I cili bën forward tek Workspace ONE Access Appliance, e cila do t'i kërkojë userit të fusë një username, password ose një mënyrë tjetër autentifikimi që ne kemi përdorur. Dhe është ky komponent I cili I kërkon userit të vendosë dhe një mënyrë të dytë autentifikimi për të aksesuar desktop poolin e tij, për të aksesuar desktopin e tij virtual. Workspace ONE Access për të pasur akses në rrjetin e brendshëm dhe të komponentët siç janë Horizon Connection Server, Active Directory, ky
ky komponent përdor Workspace ONE Access Connector. Është Workspace ONE Access Connector, i cili instalohet në rrjetin e brendshëm, i cili bën sinkronizimin edhe të desktop poolëve duke bërë lidhjen me Horizonin, edhe të userave dhe grupeve nga Active Directory duke bërë lidhjen me domain controllerin. Siç e përmenda, VMware Verify, pra teknologjia të cilën VMware ka mundësuar që ne ta përdorim për të pasur një double security për aksesimin e desktopit tonë. E bukura e këtij komponenti është që tashmë për secilin përdorues nuk është nevoja të ketë një hardware token. Ne të gjithë kemi parë dhe jemi të vetëdijshëm që shumica e sistemeve të cilat kërkojnë shumë siguri, siç janë sistemet bankare apo sistemet financiare, kur një përdorues mundohet të aksesojë këtë sistem, secili prej tyre përdor përveç një username password përdor një hardware token, të cilin e vendos për të pasur two-way authentication. VMware ka mundësuar këtë technology VMware Verify që tashmë secili prej nesh mund të ketë një software token në smartphone-in tonë dhe ky software token do lidhet me sistemin tonë të VDI-s duke na mundësuar kështu një multi-factor authentication të sigurt. Ky aplikacion vjen në 3 lloj autentifikimesh, të cilin ne mund t'i përdorim secilin prej tyre. E pari është duke dhënë approve ose deny. Pra në momentin që ti mundohesh të aksesosh platformën e VDI-s, në smartphone të vjen një notifikim nga VMware Verify që a do ta lejosh apo jo, domethënë futjen në sistem. E dyta është duke përdorur një software token. Ky token automatikisht resetohet çdo 20 sekonda dhe secili user ka mundësinë domethënë që të përdor token të cilat i shfaqet në smartphone-in e tij. Mënyra e tretë të cilat përdoret nga ky aplikacion është përdorimi i SMS. Pra secili user kur instalon këtë aplikacion vendos emailin e tij, vendos një numër telefoni, të cilat janë të gjendura në Active Directory në secilit user, dhe në këtë mënyrë automatikisht i vjen një mesazh me një kod për të aksesuar sistemin. Dhe komponenti fundor, siç tham, për të mundësuar lidhjen e përdoruesit me infrastrukturën e desktopit virtual, është klienti. Si klient ne mund të përdorim klient të ndryshëm, siç janë Thin Client, Zero Client, mund të përdorim laptopin ton, mund të përdorim një tablet, mund të përdorim një smartphone, mund ta bëjmë aksesimin nga një web browser. Gama është e gjerë e përdorimit të klientit për të aksesuar sistemin e VDI-s. Më parë shpjegova që VMware dhe Nvidia kanë mundësuar që tashmë edhe për kompani të cilat kanë me programe inxhinierike, të cilat duan një fuqi procesuese të madhe, pra duan workstation të fuqishëm me karta shumë të mira grafike dhe me parametra shumë mira, tashmë edhe për këtë VMware dhe Nvidia kanë zhvilluar së bashku dhe kanë mundësuar që ne mund të krijojmë tashmë desktop virtual dhe në serverat të cilat do të ranojmë këto makina virtuale, ne të bëjmë të mundur instalimin e kartave të mira Nvidia dhe këto karta mund të bëjmë share midis makinave virtuale, mund të dedikojmë një makinë, një kartë të saktuar Nvidia, ose mund të bëjmë pass-through dhe ne mund të zgjedhim domethënë një gamë makinash të cilat ne duam që të përdorin kartat Nvidia. Në këtë mënyrë, kjo makinë virtuale tashmë bëhet një desktop virtual me një fuqi procesuese të madhe, i cili mund të përballojë domethënë ranimin dhe ekzekutimin e programeve shumë të mëdha inxhinierike të cilat duan fuqi procesuese të madhe. Gjatë demonstrimit
si një desktop virtual mund të krijohet me kartat Nvidia. Aty mund të shihni edhe se sa me parametra të themi 8 GB RAM edhe me 4 CPU, ne mund të shohim se sa shishëm është desktopi virtual për të ekzekutuar programe si AutoCAD apo të programet të tjera. Para shumë këtu mund të shihni edhe versionet e Horizonit. Ajo që dua të përmend këtu është që për të pasur për kompanitë të cilat duan që të kenë edhe sistemet operativ Linux, është shumë e rëndësishme që të zgjedhin në Horizon Enterprise. Dhe për të mundësuar multi-factor authentication, minimumi duhet të kemi Horizon Advanced, që ne të kemi mundësi të përfitojmë nga Workspace ONE Access dhe multi-factor authentication duke përdorur VMware Verify. Disa nga projektet tona që kemi momentalisht të implementuara dhe që kemi support është Raiffeisen. Tek Raiffeisen ne kemi implementuar një infrastrukturë momentalisht numri i userave që përdorin këtë sistem dhe e aksesojnë paralelisht është mbi 1000, dhe ky është projekti më i madh që ne kemi për VDI, të cilin ka vite që e kemi implementuar, tashmë jemi në support. Kompania e dytë është Bulgaria National Bank. Ky është një projekt të cilin edhe unë kam marrë pjesë dhe këtu kemi bërë implementimin e Workspace ONE dhe VMware Verify. Kjo bank përdorte hardware tokens për të aksesuar sistemin VDI më parë, duke qenë për shkak të situatës së Covidit, mundësia që të blenin hardware tokens nuk ishte më, sepse këto komponent bliheshin nga Kina. Dhe këtu lindi nevoja që çfarë mund të bëjmë që të mundsojmë të njëjtën në mënyrë sigurie, por duke përdorur software tokens. Dhe këtu ishte Workspace ONE dhe VMware Verify, të cilët na mundsuan që të ngrejmë sistemin e VDI-s me të njëjtën mundësi autentifikimi, por tashmë duke përdorur software tokens, të cilat tani më mund t'i përdorim pa limit dhe nuk është nevoja për një investim tjetër. Gjithashtu ne përdorim të VDI në zyrat tona qendrore në Sofia, ku kemi edhe Horizon dhe Workspace ONE. Këtë slide më shumë e kam paraqitur për të shpjeguar dy gjëra. E para është që tashmë Dell EMC dhe VMware vinë me zgjidhje të gatshme për infrastrukturë të desktopit virtual. Duke qenë që ne jemi partner me Dell EMC në nivelin Platinum, mundësia që ne të kemi një bashkëpunim të mirë me ta dhe të ofrojmë një zgjidhje shumë të mirë të VDI-s është e madhe, dhe këtë gjë e kemi bërë me shumë kompani të tjera, dhe siç e përmenda tek banka Raiffeisen dhe tek BNB ne përdorim këto pajisje, Dell EMC, sepse ajo që Dell EMC ofron tashmë në bashkëpunim me VMware janë paketa të gatshme duke pasur një infrastrukturë të desktopit virtual të optimizuar sipas të gjitha rekomandimeve që VMware, domethënë, ka për ngritjen e një infrastrukture të tillë. Dhe kjo mund të konfigurohet në numër userash, pra një kompani do të ketë një infrastrukturë VDI për 100 usera, dhe Dell EMC dhe VMware së bashku domethënë vinë me një paketë për 100 usera dhe çfarë është implementimi më i mirë që mund të bëhet në këtë rast. Okej, tani desha të demonstroja pak a shumë domethënë si funksionon dhe si lidhen komponentët e VDI-s me njëri tjetrin, si mund ta bëjmë two-way authentication sistemin, si mund ta bëjmë të sigurt, si mund të krijojmë policy të ndryshme që të lejojmë një user dhe mos të lejojmë një user tjetër, si mund të resetojmë ose të bëjmë disable secilin user, dhe këto do t'i shpjegojmë pak a shumë në labin që kemi ngritur për këtë event. Okej, ky është Horizon Connection Server që ju fola, i cili bën të mundur lidhjen e
e klientit me makinën e tij virtuale me desktop poolin e secilit user. Në këtë sistem, connection server, ne mund të menaxhojmë dhe të krijojmë të gjitha desktop poolet, mund të vendosim userat të cilët do kenë akses në këto desktop pool, mund të bëjmë reset se cilin desktop, mund të çojmë numrin e desktopëve, mund të krijojmë një pool të ri, mund të menaxhojmë userat tanë. Po ta shohim, unë kam krijuar 3 desktop pools të ndryshme dhe kemi 3 makina virtuale, të cilat njëra është alokuar për administratorin, njëra për userin Adrian dhe tjetra është alokuar përsëri për administratorin. Tani shkojmë tek sistemi i Workspace ONE, në cilin dua t'ju tregoj se si mund të arrihet të bëjmë autentifikimin duke përdorur VMware Verify, që të kemi një mënyrë të sigurt të aksesimit të sistemit të VDI-s. Po ta shohim këtu, ne kemi vendosur, kemi bërë lidhjen e Workspace ONE me Horizonin dhe po ta shohim kemi të njëjtat desktop pools që ju i patë edhe tek connection server. Kemi bërë lidhjen e sistemit me Active Directory dhe po ta shikoni kemi vendosur disa usera të cilët kanë akses për të aksesuar infrastrukturën e desktopit virtual. Po ta klikojmë në user, do të shohim që ne kemi të dhëna mbi userin, kemi të dhëna mbi VMware Verify, ku është instaluar si soft. Në këtë sistem ne mund të bëjmë disable userin dhe ky user nuk ka më të drejtat të aksesojë sistemin e tij. Ne mund të i vendosim role të ndryshme secilit user, pra në kompaninë tonë mund të kemi persona të ndryshëm, për shembull një unit që merret me helpdesk dhe mund t'i vendosim këtij grupi të IT-s që të merret vetëm me userat e sistemit tonë dhe asgjë tjetër, pra ai mund të resetojë password-e, mund të vendosë një user të ri në sistemin tonë, por nuk ka të drejtë të aksesojë komponentet e tjera. Ne mund të krijojmë policy të ndryshme për secilin user ose grup userash në Active Directory, çfarë duhet të aksesojë secili prej tyre. Po ta shohim këtu, unë kam krijuar që mund të aksesoj nga çfarëdo lloj rrjeti, nga çfarëdo lloj pajisje, kam dhënë akses vetëm administratorit të domenit dhe kam vendosur që të bëj aksesim vetëm duke përdorur password dhe VMware Verify dhe asnjë gjë tjetër. Dhe në këtë policy, vetëm këto userat kanë të drejtë të aksesojnë desktopin dhe infrastrukturën tonë virtuale dhe askush tjetër. Ne mund zgjedhim një metodë autentifikimi, në rastin tim unë kam zgjedhur VMware Verify që të jetë si metoda e dytë dhe passwordin. Pak a shumë ky është sistemi Workspace ONE Access, të cilin e përdorim për të mundësuar ngritjen e politikave dhe aksesimin të desktopit virtual. Tani le të veprojmë nga ana e një përdoruesi thjesht, si do i duket atij, si mund të aksesojë ai desktopin e tij. Unë kam krijuar një makinë Windows 10, e cila do jetë në këtë rastin thin client-i jon, ose smartphone-i jon, ose tableti jon, në cilin do gjendet Workspace, do gjendet VMware Horizon client-i. Tani këtu, po ta shohim, kemi dy servera. Kemi Horizon View, i cili është connection server jon, dhe ne mund ta përdorim këtë për aksesimin e brendshëm të desktop pool. Në rastin ton, ne e kemi konfiguruar Horizon serverin që të mos mundsoj autentifikimin e userave dhe lejimin e aksesimit të desktopëve, por kemi vendosur që aksesimi tashmë të bëhet me anë të Workspace ONE. Dhe po ta shohim, ta tregoj edhe se si e kemi konfiguruar. Në qoftë se do shkojmë tek connection servers, ne kemi vendosur që tashmë si autentifikim për sistemin ton të mos përdoret connection server dhe Active Directory, por çdo gjë të kalojë nga Workspace ONE dhe prej aty të bëhet identifikimi i secilit user. Unified Access Gateway
siç edhe e shpjegova, është komponenti i cili na bën të mundur aksesimin e infrastrukturës tonë nga interneti, nga jashtë. Është ky komponent i cili ka një kartë rrjeti të konfiguruar në DMZ dhe konfigurohet gjithmonë me një IP publike dhe me një URL publike, të cilat userat e aksesojnë nga jashtë. Në momentin që useri logohet tek Unified Access Gateway, automatikisht bëhet redirect në platformën e VMware Workspace ONE dhe kërkohet fut një username dhe password. Në rastin ton, unë po logohem me administratorin e domain dhe userit i shfaqen desktop pools ku ai ka access dhe të cilat mund t'i përdor për të kapur desktopet e tij virtual. Zgjedhim aksesimin në një pool dhe në këtë moment automatikisht userit i thuhet që të shkojë tek aplikacioni i tij në VMware Verify dhe t'i jap approve ose deny në mënyrë që ti mundësohet aksesi i pool. Në rast se ne duam të përdorim një metodë tjetër për këtë, ne mund të zgjedhim që nuk do përdorim këtë metodë, por mund të zgjedhim një token ose mund të zgjedhim të bëjmë sign in me SMS. Unë po zgjedh të bëj sign in me SMS. Dhe automatikisht, pasi kemi përdorur dhe mënyrën e dytë të autentifikimit, ne jemi tek desktopi virtual, tek makina jonë virtuale, të cilin ja kemi alokuar userit nga Horizon. Në qoftë se do ta shohim tek Horizon Connection Server, ne jemi connected dhe ky është desktopi jonë, ky është desktop pool dhe ky është makina jonë virtuale që i është alokuar userit tonë. Po provojmë të hapim diçka që të shohim a kemi akses në internet dhe është ok. Ok, po ta shohim. Ne mund të aksesojmë çfarë do duam nga desktopi jonë virtual. Duke qenë se serverat që unë kam në lab nuk janë me karta grafike, Nvidia, unë do përdor VMware-in, faqe VMware të cilit për ata që janë partner me VMware i mundson një ambient labi dhe ku mund të testojnë teknologji si Workspace ONE, VMware Horizon dhe faqja është vmwaredemo.com. Për cilin që është interesuar, ne mund ta ndihmojmë dhe që të ketë akses në shumë prej komponentëve dhe teknologjive të VMware. Ok, unë tani dua t'ju demonstroj pak si është një desktop me një kartë të mirë Nvidia. Zgjedhim njërin prej. Ky është desktopi në cilin unë kam akses dhe që mund të futem. Ky desktop dhe kjo konfigurim që VMware ka bërë këtu është jo persistent, siç edhe unë shpjegova te slajdet e para, që do të thotë në moment që kjo makinë virtuale fiket apo bëhet restart, automatikisht çdo gjë zerohet, resetohet dhe makina është sikur ka qenë në fillimin e saj, sikur është krijuar në fillim. Dhe po ta shohim, makina po më tregon që po fillon të përgatisë Windows nga e para. Ky desktop është i konfiguruar me kartë Nvidia, pra serverin në cilin ky është rënë ka një kartë të mirë Nvidia. Po ta shohim edhe nga
Po shohim, kjo është karta Nvidia me cilin është i konfiguruar desktopi virtual. Po hapim një aplikacion cili është i rëndë dhe kërkon vërtet kartë mirë grafike dhe fuqi procesuese të lartë. Gjithashtu ajo që dua t'ju tregoj është që tashmë një program i tillë, nëse do ta ranoheshni në një kompjuter tradicional ose në një workstation me 8 GB RAM dhe me 4 procesor, 4 core procesor, do ishte e pamundur të ranohesh. Por në një infrastrukturë virtuale, kjo është shumë e lehtë. Dhe po ta shohim, do të thënë ne mund të aksesojmë dhe të përdorim AutoCAD-in duke pasur performancë. Unë po hap edhe një program tjetër, vetëm që ju të mund të shihni që tashmë, do të thënë me pak parametra të makinës virtuale, ne mund të arrijmë të kemi një performancë shumë të lartë. Google Earth është një program tjetër i cili kërkon një fuqi procesimi të lartë dhe kompjuteri në cilin do ranohet duhet vërtet të parametra të mira, ku në rastin ton ne, siç edhe ju tregova, kemi një makinë virtuale me 8 GB RAM dhe me 4 procesor, me një kartë mirë Nvidia dhe po ta shohim, do të thonë kemi një procesim shumë të mirë, domethënë, dhe një ranim shumë të mirë të programeve inxhinierike. Okej, kjo ishte pak a shumë ajo që çfarë unë dëshiroja që t'ju të tregoja në këtë webinar. Për çdo pyetje që mund të keni, ju lutem mund t'i bëni në seksionin question and answer dhe do mundohemi që të ju shpjegojmë, mundohemi që të gjejmë një mënyrë të mirë, domethënë të thjeshtë të shpjegimit që dhe ju të merrni përgjigjen të cilën ju kërkoni. Pra s'kemi asnjë pyetje, ishte shumë e qartë. Okej, po presim dhe 2 minuta, ndoshta dikush mund të ketë një pyetje. Sepse është një shprehje që thotë që no question, no understanding. Kështu që diçka e të vogël edhe mund ta pyesim. Okej, unë ju falenderoj shumë për që u bët pjesë këtij eventi. Nëse do keni diçka, adresën time të emailit e keni në slide. Adresën time të emailit e keni në slide. Për çfarë do lloj gjëje, për çfarë do lloj bashkëpunimi që ju mund të kërkoni, ose për çfarë lloj pyetje që keni, ndoshta edhe ne mund të edhe të vim dhe të bëjmë një tip studimi dhe diskutimi në kompaninë tuaj mbi këtë teknologji dhe si ju mund ta përdorni dhe si mund ta implementoni. Adrian ka disa pyetje. Okej. Njëra nga pyetjet thotë cili do të ishte sugjerimi për përdorueset të cilat sapo janë bërë pjesë e përdorimit të Virtual Desktop. Okej, po e shoh. Unë jam të falenderoj për pyetjen.
Mendimi im është ky, për personat që të cilët më njohin mu, e din dhe e kanë dëgjuar shumë që unë jam person i cili jam pak i dhënë mas kësaj teknologjie. Pse? Sepse vendet domethënë të cilat përdoren mënyra tradicionale të desktopit, gjithmonë hasen probleme dhe njerëzit janë në kërkim të diçkaje të re, të cilët t'ja lehtësoj punën dhe të kenë një mënyrë më të mirë të punimit. Dhe virtual desktop është teknologjia e cila i bën të mundur secilit të punojë nga çfarëdo lloj locationi, dhe këtë ne e pam shumë mirë me situatën që ndodhi me Covidin, pra mund të punojë nga shtëpia e tij, të ketë të njëjtat ndërfaqe, të ketë të njëjtat programe, të ketë të njëjtat të dhëna, pra puna e tij mos pengohet. Dhe përdoruesit e rinj, të paktën me ato çfarë ne kemi parë nga eksperienca, vërtet e pëlqejnë shumë këtë teknologji, sepse tashmë e kanë të thjeshtë që të punojnë dhe të aksesojnë çfarëdo lloj sistemi dhe çfarëdo lloj të dhëna që i duhet në kohë reale. Okej, një pyetje është, ka mundësi që mund ta regjistrojmë? Patjetër që do ta regjistrojmë dhe mund ta bëjmë share si webinars. Në këtë mënyrë ju mund ta aksesoni. Okej, ju falenderoj jashtëmase për pjesëmarrjen. Shpresoj të shihemi në evente të tilla dhe pse jo edhe në kompanitë e juaja të diskutojmë face to face për çfarëdo lloj pyetje apo çfarëdo lloj ide që ju mund të keni që mund të bashkëpunojmë së bashku. Faleminderit edhe një herë, punë të mbar, ju uroj gjithë mirë.